Shigjetari. Dashuria. Nëntori sjell një valë sinqeriteti dhe aventure për shigjetarin, madje edhe në dashuri. Në marrëdhëniet romantike, liria e përbashkët është qelësi për shigjetarin. Ju nevojitet hapësirë për të eksploruar, por edhe dikush me të cilin të ndani zbulimet tuaja. Nëse jeni në një lidhje, këtë muaj mund të sugjeroni aktivitete të reja së bashku, si një udhëtim i improvisuar ose një orë mësimi argëtues së bashku. Këto përvoja do ta forcojnë lidhjen tuaj, sepse asgjë nuk ju bashkon më shumë se një aventurë e ndarë krah për krah. Partneri juaj do ta vlerësoj spontanitetin tuaj, për sa kohë që ju dini gjithashtu si t'i dëgjoni nevojat e tyre dhe të gjeni kompromise. Kjo do të krijojë harmoni të qëndrueshme. Nëse jeni beqar, aura juaj optimiste dhe e qeshura ngjitse do t'i tërheqin njerëzit drejt jush si fluturat me flak. Mund të bëni një takim të veçantë në një ngjarje shoqërore, një dalje kulturore ose edhe gjatë udhëtimin. Puna. Nëntori premton të jetë stimulues dhe plot mundësi për shigjetarin në vendin e punës. Suksesi profesional lulëzon kur keni mundësinë të zgjeroni horizontet tuaja. Ndoshta po mendoni të zgjeroni aftësitë tuaja, të regjistroheni në një kurs trajnimi ose të mësoni një aftësi të re, ose ju është besuar një projekt inovativ që nxit kreativitetin tuaj. Monotonia nuk është gjëja juaj dhe ky muaj me siguri do të ofrojë shumë mundësi për të sfiduar veten me diçka të ndryshme. Megjithatë, keni kujdes që të mos e shpërndani energjinë tuaj në shumë drejtime. Entuziazmi mund t'ju bëjë të thoni po për çdo ofertë, por pastaj rrezikoni të gjeni veten me 1000 gjëra të filluara dhe pak të përfunduara. Në cilin prioritet dëshironi vërtet të përqendroni talentet tuaja? Përqendrimi në një ose dy objektiva kryesore do të rrisë shumë shanset tuaja për sukses. Nëse jeni duke kërkuar një punë, qasja juaj sipërmarrëse dhe vetbesimi mund të lënë një përshtypje pozitive te rekrutuesit, veçanërisht nëse tregoni fleksibilitet dhe një mendje të hapur. Si një këshill praktike, sillni pak nga fryma juaj filozofike në punën tuaj të përditshme. Gjeni një kuptim më të gjerë në atë që bëni dhe ndani pikpamjen tuaj optimiste me kolegët tuaj. Puna juaj do të jetë më e dobishme dhe kush e di, mund t'i frymëzoni edhe ata përreth jush me entuziazmin tuaj ngjitës. Marrëdhëniet shoqërore. Jeta shoqërore e shigjetarit në nëntor është e gjallë, por ju mëson gjithashtu vlerën e moderimit. Marrëdhëniet shoqërore janë një burim gëzimi dhe energjie për ju. Ju pëlqen të rrethoheni me miq, të takoni njerëz të rinj, të organizoni dalje dhe ndoshta edhe të planifikoni udhëtime në grup. Gjatë kësaj periudhe do të jeni jeta e festës në më shumë se një rast dhe optimizmi juaj do të jetë magneti që bashkon grupin. Megjithatë, yjet sugjerojnë që ta moderoni sinqeritetin tuaj legjendar. Sjellja juaj e drejtë për drejtë dhe e ndershme vlerësohet, por ndonjëherë mund ta thoni të vërtetën paksa shumë troç pa e kuptuar. Merrni në konsiderat ndjenjat e njerëzve të tjerë para se të ofroni një shaka ose një mendim të ashpër. Mund të jeni të sinqert duke mbetur të sjellshëm dhe miqtë tuaj do të jenë mirënjohës. Mund të gjeni gjithashtu veten duke vepruar si një ngjitës në një rreth të ndryshëm nga zakonisht, ndoshta njihni dik nga një vend ose kulturë tjetër dhe veproni si një urë midis grupeve, duke i pasuruar të gjithë me mendje hapurinë tuaj. Këshilla shoqërore është të balanconi dhënien dhe marrjen, ashtu siç ju pëlqen të përhapni gëzim dhe këshilla, mësoni gjithashtu të dëgjoni dhe të kërkoni mbështetje kur keni nevojë për të. Një rrjet marrëdhëniesh autentike bazohet në reciprocitet. Deri në fund të muajit do të kuptosh se jo vetëm që ke përjetuar momente emocionuese, por edhe ke forcuar miqësitë e vërteta, ato që zgjasin. Mbyll muajin me sukses. Për ty, shigjetar, ky nëntor ka qenë një udhëtim rritjeje dhe zgjerimi. Ke mësuar të balancosh dëshirën tënde për liri me rëndësinë e lidhjeve dhe përgjegjësive. Tani shikon përpara me mençuri dhe entuziazëm edhe më të madh. Qëllimi yt për këtë muaj të gjesh kuptim dhe aventurë në çdo ditë pa humbur nga syt ata që do dhe atë që ka vërtet rëndësi, mund të konsiderohet i arritur. Mbaje këtë mësim të vlefshëm me veten në të ardhmen, kur zgjeron horizontet e tua, por gjithashtu qëndron i bazuar në vlerat dhe dashuritë e tua, asgjë nuk është përtej mundësive të tua. Përfundo nëntorin me buzëqeshjen e dikujt që e ka jetuar jetën në maksimum dhe sigurinë se bota ende mban mundësi të pafundme për të eksploruar. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.